Do ndjekim edhe atë video të mërgjimtarit. Alo? Alo, mirë dita. Mirë dita, zotri nga telefonon? Nga Gjermania, Arbeni. Zotri Nga Arben, Gjilani. po, më vjen shumë mirë që e sot me ne. Kush po e nxit ndarjen mes diasporës dhe vendasve? Po, shiqoni, ndarjen ka e bon vetëm prejtësi që është vetëvendosja, se përpara ndarje s'ka pas. Po? Nërmjet diasporës edhe vendas. Une kam ardhur rregullisht, une kam ndërtu shtëpi atje, jam koni mirë pritur prej vendasav, se une jam qytetari i Kosovës, po Sigurisht. që ta prej se është Albin Kurti, ka bo ndarje, do me thonë, shumë ndarje të rrezikshme. A më kuptoni, do me thonë, aje ka një farë politike që nuk e kuptojnë do disa qytetarë. Por tash, kur vjen në Kosovë, ç'është presin familjarët, shoqëria, çka ka ndryshu? Po shqo, tash është ka ndryshu se ai kanë zi rrethën ndaj neve dhe ndaj qytetarëve të Kosovës, do me thonë ndaj vllaznive tënë atje në Kosovë, do me thonë ai bon trika, thot që këtat këtuhit janë kabadahi, janë mene mëdhaj, shanë uqëkëjën, ajo që na i sjellë lirien, shanë vorat e të parqe tonë, do me thonë, kush e kupton këtë njeri, shumë letë është me kuptu këtë njeri, ky është, vjen keq që e thomë këtë fjallë, po ky është njeri 100% me politikë serbe, do të qytetarët në Kosovë ta kuptojnë këtë, ajo nuk është shumë e ronë me kuptu. është një dhe një bojnë 3, do me thonë ju jep gjimle pak lek, do me thonë do shtesa, do sen, ju thot qytetarëve këtu në Gjermani këta që nuk kanë shumë lidhje me shtet, a më kupton, nuk jonë intrigu atë në Gjermani, po atë në Kosovë nuk intriguan, do me thonë ju thot me hajtni në Kosovë, do t'ju japune shtesa të fëmijëve, jetoni ju atje dhe do me thonë qështu i monë, na monë në luft. Po, mirë, faleminderit shumë. Ishte për politikën. Do e marrë